Passo Mondial në Top Albania Radio. Top Albania Radios, jemi live këtu, gjithashtu edhe në digital në kanalin Sport News për të diskutuar ngjarjet më të fundit rreth botrorit që po zhvillohet në Amerikë, Meksik dhe Kanada. Janë përcaktuar tashmë të gjitha duelet që do të luhen në raundin e 1/8, kështu ne do t'i prekim pak a shumë. Por më lëni të themi mëngjes Livia, se mëngjes avokat Ariani. Si shkoi kjo dita e ose mëngjesi të shtunës. Sot ishte shumë e vështirë. Dy ndeshje shumë interesante. Ishte shumë e vështirë. Atëherë po ju them, Argjentinën e pash të tërën. Fitoren e Argjentinës 3-2 me vështirësi. Por Kolumbin nuk pata do të mundësi se edhe orari 3 me të dhëna është bërë shumë e vështirë, Ne kemi thënë që në fillim, po tani ka ngarkesë nga ditët edhe shikojnë ndeshjet kryesore këto të fundit, po sot ishte fundi. Ndeshjet e tjera tani janë ato tek në ndeshjet më të rëndësishme që është tamam zemra e botrorit. Ajo që na dhuroi mbrëmja ose mëngjesi, orët e mëngjesit të shumës ishte kualifikimi i Argjentinës dhe kualifikimi i Kolumbisë. Të dyja priteshin, por për mënyrën se si erdhën, kjo Argentina rrezikoi pak mbrëm dhe sot një titull shumë i bukur i Daily Mail thot, duke u referuar asaj dorës së Zotit, thot dora e dinit, ishte një futbollist i Kepit Gjelbër që devijoi një top me dorë dhe shkoi në rrjet autogoli. Nuk i nda dorë Argentinës. Nuk i nda dora, po. Po ishte për si e pat pak Argentinën. Ishte për çuditur për mua se gjithë e prisnim duke u shnuar dhe goli 1-0 si Messi që ishte një gol nga ato që ditë bëj vetëm Messi. Goli ishte fantastik, ose topi gjatë, stopimi, marrja, gjuajtja përpara, po. Si marrje topi, si llogaritje e kohës. Më keq se humbi dhe një rast, më duket në shtesë, më duket ishte që doli vetëm me portieri, por ishte me këmbën e djathtë. E priti portieri dhe e grushtoi. Më tepër i gjuajti ai në mes edhe e priti Vozinha, po rrezikoi pak Argentina atje për thënë. Rrezikoi shumë. Trëmbi botrori. Pjesën e fundit e pash të lodhur. Po le. Jo, merdi shumë keq për Kepin e Gjelbër normalisht. Të doje surprizë, ha? Mu më pëlqen këtë surpriza, po gjithsesi tash Argentina e meritonte më shumë. Ishte surprizë, po ishte surprizë. Po kishte luajtur me ndonjë ekip tjetër. Po kishte luajtur. Duhet Argentina për ndeshjet e forta, na duhet për goditjet kryesore. Kepi edhe po të kalonte sot nuk kishte, për mua nuk ka shumë të ardhmë, megjithatë bëri ndeshje fantastike. Nga ndeshjet, nga ekipet e mesme që u quajnë këtu gjysmë surprizash, Kepi ishte mrekulli. Madje mendoj që po të kishte luajtur me ndonjë ekip tjetër, do kishte luajtur më keq, por fakti që po luante pikërisht me Argentinën i ka dhënë atë motivimin, atë shtyrjen për të besoj se ishte një fest kombëtare ndeshja me Argentinën. Realizuan të gjitha ato që kishin. Një gjë për shkak se shifja këto detajet e ndeshjes. Ai që bëri golin e barazimit 2-2, që bëri gol fantastik. Super gol ai, po thonë që është një ndër më të bukurit botror. Vrapo iku tribunë dhe po rinte atje, o priste të lindë dashura veta, bashorti atje ose nuk the. Arbitri thotë hajdeni fush, jo, vazhdonte ai atje. Ishin ekstazë tyre, ata ishin vetëm në gëzimin e duke çdo gjë pa mundur se në ato momente Argentina sikur u lot, sikur të rrosh, sikur dorzuar. Edhe ishte një moment për shembull kur lojtarët po kishin disa probleme muskulore. Jo Ngërçe, Romero një tjetër Mendes. Ata njëri ngrit dorën dhe aty më duk thash bobo thash tani ai duhet menaxhonte edhe ndrime trajneri 3 kishte edhe 2. Herët ishte se ishte Messi pjesës 2. Domethënë ishte një situatë që morali, po shkoi një lloj menaxhimi, po. Plus kundërshtari vrapon, ka entuziazëm, është afër një arritje. Prandaj Messi fakti që ata e quan në shtesë ishte një arritje për Kepin e Gjelbër. Pa diskutim ishte terror. Pastaj te penalti do ishte dramë shumë e rrezikshme. Te penalti do ishte shumë e rrezikshme pastaj sepse penaltiti është portieri i Argentinës është ekspert për penalti, po që asnjëherë penalti s'ka garanci se nuk i dihet si shkon. Gjermania ka qenë dikur specialiste, po që ka rënë ajo është eliminuar është. Penaltitë janë gjithmonë të vështira, domethënë nuk i dihet sepse varet se me çfarë morali shkon, gjendja emocionale, ajo këtë radhë pash disa momente ku penaltit lojtarët po refuzojnë, shumë Lukaku refuzoi ta godisë atë penaltinë e fundit. Sidomos Gjermania ishte një rast fatal që gjermanët nuk Goretzka, nuk e godasën. Shumë ka zgjat ajo penaltia, normal që Lukaku pati shumë kohë për ta menduar, sepse ishte lojtari që ushtri, nuk po çonte, kështu që shifte Lukaku, pastaj tha priti. Imagjino që Lukaku në Itali ka qenë ndër goditësit e penaltive më të mirë, domethënë ishte absolut. E di mirë, si interiste e di mirë. Nuk shkon atje, unë kam ndjekur. Nuk e godas është diçka që të befason frika që kanë brenda ajo presioni patjetër. Në parat që kemi parë edhe të vjetrat, ata edhe kur vendoset peshë e parë që gjithmonë zihen kuptimin duan të marrin pjesë se s'bën kush ngelet
Këtu po ndodh tani një distraktizëm komplet të ri që nuk e marrën përgjegjësinë, nuk është e paparë ndonjëherë. Si duket nga këto streset e kampionateve, goditjet e ndeshjeve të mëdha, kështu që Ronaldo duhet vlerësuar në këtë aspekt që shkoi ta godiste penalltisë. Ishte një moment delikat ai. Dhe po ta shohësh penalltinë e goditi jo shumë mirë, goditi në qendër, po shko, e frikshme ishte. Për mua ishte penallti perfekt. Penallti perfekt. Ishte super penallti në të vërtetë, nuk e pash një penallti. Aty penallti e çuditshme është. Ti do bësh një portieri deri në fund të lëvizin. Nëse ai lëviz diçka, Messi është gjithmonë vetëm do të goditet saktë. Ai është ekspert për ato. Mua më duk penallti perfekte, nuk më duk dyshimt. Ishte e vendosur. Po që te Ronaldo po ta trajtosh si rast që do ta gjuan ti ne e dim se do ta gjuaj ai atë rast ka, atë rast pret. Duke parë këta që po refuzojnë, ata që godasin kanë një merit plus, domethënë që kanë një merit plus që shkojnë aty dhe kanë guximin për të marrë përsipër në një moment vështirë. Ronaldo ka egon e madh, Ronaldo nuk do të lëri asnjë rast pa i shkuar dëm, do të evidentohet, do të shënojë, po që dikur kam pasur, dikur në afërm, për Maradonën si lojtari me këto që po bën Messi kohët e fundit, nuk e di, për mua është numri 1 i gjithë kohëve dhe është pa diskutim. Edhe kur u lodh ekipi, dije që ata janë të gjithë nga 25, 26 vjeç, 23, ai e mori protagonistin, merrte topin, vraponte. Unë se kam parë ndonjëherë të vrapoj 32 vjeçë, këto nikat programuara. Mua dje për shembull, të vrapoj, të pasoj, ty ke pjesa me driblim. Argentina sikur më bëri të mendoj një hap mbrapa. Pash një skuadër që ka pika dobta, jo që ka ato limitet e veta. Pa diskutim, mbrojtje ka pika dobta. Në krahasim me Francën, në krahasim me Spanjën. Nuk e di me këto skuadër tjetër, po nuk është provuar në tranzicione negative. Tranzicione negative do të nxjerrin ekipet e mëdha kur të sulmojnë, se deri tani do të theksuar që s'ka luajtur me ekipe shumë. Deri tani i kanë mbajtur me sfushë. Argentina, jo Argentina. I kanë mbajtur me sfushë pas. Kështu që akoma do e shohim tani në provën e 9-të, si thotë. Ishte një moment i bukur kur Messi po bënte një intervistë mbrapa ndeshjes, edhe ishte drejt fundit, edhe kamera në një moment u hap. Kur hap ishin 6 lojtarë të Kepit Gjelbër që po prisin të bërin foto me Messi. Ishin gati fillon një nga një, jepshin celular njëri tjetrit për të bërë foto. Është kujtimi i jetës tyre, Messi tani është, nuk e di, është idhull për gjithë botën. Mund të jetë botrori fundit bën më historike. Vazhdojnë polemikat në përrjetës si kur FIFA favorizon Messin. Tani keni pa edhe kohën shtesë që është dhënë në ndeshjen me Portugali-Kroaci, që ka shku diku ke 18 minuta. Dhe pse kishin dhënë 10 minuta zyrtarisht. Vonuan me varin në disa momente dhe goli që isha anulluar diçka po gjithsesi fillimisht u dhanë 10 minuta shtesë. Ndërsa kur ishin 2-1 për Portugalin, që ti bitet mbaronte dhe ti kishim gjithë në shtëpi. Po në ndeshjen e djeshme kanë dhënë vetëm 3 minuta. Me i dhanë shumë pak mundësi normalisht Kepit Gjelbër për të barazuar. Aq mund t'japi se se në shtesë është, domethënë. Në shtesë janë 2-3 shtesë, në mes të asaj. Nuk pash në tendencë që të kishte në një moment që mund të ndihmoj Argentina. Rjetet janë zjarr për këtë pjesë. Mundet, shko, mund të konspiracion kudo. 1 minutë, 2 minuta diçka e tillë, po që ishte maraton pafund. Unë s'kam parë Argentinën për vetë personalisht, nuk jam parë ta favorizojnë as Messin, as për një goditje dënimi. Ai dje ka marrë 3-4 falle, ka marrë personalisht vetë me driblime, edhe ishin të gjitha që ndronin. Nuk shikoj. Tani ças diskutohet se gjithë janë ndarë, bota sportive ndahet në dysh, Ronaldo. Ku ka tifo, ku është tifozliko normalisht është diçka. Argentina, pa diskutim, po që nuk shikoj favorizim. Messi çdo gjë që ka fituar aty e ka fituar vetëm. Ronaldo ka për krahun komplet të ekipit, si dhe Messi, po që Messi është më protagonist, më i shlirit, nuk e kupton dot që është moshë e madhe shumë. Ndihmon fakti që ka fituar gjatë botrorin edhe në përshtypje. Po, është më i qetë tani, sa i fund e ka arritur suksesin e botrorit këtë vit është më. Edhe si ide, edhe për sepse tani pas që fitoi botrorin, sikur, jo po Messi është më lart tani, a kupton, automatikisht. Prap më lart është, si do që punë, botrori është botror. Portugalia duhet ta ketë se edhe ekipin e ka shumë të mirë, nuk është se mungon. Është një mungesë e tij që është çështje fati, edhe aty edhe portugalistë mund të ketë takuar, edhe me Ronaldo mund të ketë takuar botrori, po që botrori është magji në vetë, ashtu nuk di ta shpjegoj. Messi dje arriti edhe 20 golat, është në krye të, me fjalë po shënon gati ndeshje për ndeshje, kështu që është në grand formë të shikoj. Pastaj ka nuk mund të hiqet absolutisht. Edhe dje goli i parë që nga Messi që hapi ndeshjen. Ne kemi diskutuar edhe atë ditë që për mua unë pikën e dobët sa e shikoj atë ditë që dhash para shikimin, nëse do kishte shans shumë si vjet,
se tani goditet me Spanjën direkt. Duhet fitonte ndeshjen me Kolumbinë. Prandaj e pash aty që Kolumbia për mua është ekip shumë i rrezikshëm, shumë i mirë. Nuk e shikoj në fushë dot ishte Kolumbia apo Brazili, po mund ta shkoj me sy të qetë nga loja duke si Brazili i dikurshëm, i 82-shit. Kishte një ekip kurse Portugalia nuk e kaloi dot provë. Këtë është futur te zona e zjarrit. Këtë edhe i ka ulur për mua, i ka ulur përqindjet. Që të ndeshje parë me Spanjën do shikojmë ndeshje të fortë shumë. Argentina që tani do përballet me Egjiptin. Po. Pra ato doja me të thënë pak të bëm një rezume edhe të gjitha ndeshjet dhe Kolumbia fitoi 1-0 dje me Ganën. Është një skuadër që po vazhdon të tregoj formë shumë të mirë. Për mua ajo është surpriza kryesore. Është një skuadër me shumë ekuilibra. Është me të vërtetë një kundërshtar për të patur kujdes, domethënë nga gjithë, se është një, siç thon ata, një e mirë, por që nuk po flitet shumë për ata. Po ama po bën një kampionat shumë. Po fitoi vetëm me dhunë çdo gjë. Dia ka bërë gol me Arias që në pjesën e parë, pastaj arriti ta menaxhojë ndeshjen, pati një gol të anulluar në pjesën e dytë, por tani duelet janë përcaktuar. Pra Zvicra do luajë me Kolumbinë, Argentina me Egjiptin, Meksika me Anglinë, do flasim pak për këtë ndeshje se çfarë s'ka ndodhur dje. Brazili me Norvegjin. Ky është njëri kraj i tabelës drejt finales, po. Kurse krahu majt është me Paraguay Francë që fillon sot, pastaj është Kanada Marok po sot dhe Portugali Spanjë dhe Amerikë Belgjik. Pra Portugali Spanjë është ndoshta dueli më i bukur finalja e parakoshme. 8 ndeshjeve që do ndjekin përpara. Me kuriozon shumë edhe Maroko Anglia më shumë. Diçka rreth 15 ndeshje kanë mbetur tani deri 14 ndeshje deri në fund të kompeticionit. Sot fillon me Francën, për mua Paraguay e ka ezauruar atë pjesën, sot vjen Franca që është edhe moralisht duhet të jetë si fillim Paraguay duhet të jetë Irani e ka krijuar gjithë atë prallën e tij në këtë botror për mua. Ne parashikonim që të ikte shumë shpejt, por ishte ajo gafa e Gjermanisë, gafe e pariparueshme me kurrë këto historike që ka kaluar. Megjithatë, merite Paraguayt është patjetër, se gjithë formën nuk e shikojmë dot te ekipi, se mund mos kesh lojtar, por ke grupin. Ashtu është Meksika, ashtu është diçka Kolumbia, ashtu është Egjipti. Kemi thënë që i ka lojtarë të gjithë nga kampionati i tij pjesërisht gati 90% përveç 2 yjeve, njërin në shkëlqim, njërin në rënie, që është Salah me këtë të City-t me si goditja i Salah të penaltit dje. I ka penaltit e tij Salah. Spanenka që shpejt, shumë një pam. Për mua për karrierën e tij nuk i ka marrë gjitha trofet personal që mund fitonte, mund i kenë mbajtur diçka. Salah ka qenë për Egjiptin është hera e parë që shkon në 16 që kualifikohet kaq lart në Kupën e Botës, kështu që është deri diku edhe një arritje. Është sukses shumë i madh. Nuk e di si e shikoni ju si kundërshtar të Argjentinës. Mund të jetë rrezikshme si skuadër. Po duke parë të ndeshjen e fundit që tregoi që rezistenca në fund e Argjentinës, lojtarët janë diçka të lodhur shumë, këto janë protagonistë në Evropë. Tani ndeshjet do vinë dhe më shpejt. Domethënë Spanja luajti tendën, do luajë hënën, domethënë për 4 ditë, 3-4 ditë duhet të jetë koha e rikuperimit shumë e shpejtë në krahasim me ndeshjet e grupeve. Po, pa diskutim. Po unë them që mundohet ta zgjidhë Argjentina shumë shpejt. Do ta zgjidhë, do ta kontrollojë lojën. Ke një lojtar, ke Marmush edhe Salah që mund të kontrollosh. Aty do jetë vëmendja e mbrojtjes, edhe mendoj që do ta kalojë. Edhe Egjipti ka vajtur si te Paraguay në ato limitet e tyre. Nuk mendoj më që ka surpriza. Goditjet e forta do jenë këtej nga Maroku, nga Spanja, nga Maroku me Kanadan. Zvicra ka ndeshjen e fortë shumë me Kolumbinë. Maroku unë e shikoj ekip të strukturuar, ekip që i ka repartë. Mendoj që do ta kalojë Kanadan. Për mua pa diskutim. Kanada mendon që mund të kalojë? Jo, mendon që do ta kalojë Maroku Kanadan. Po, unë mendoj që Maroku. Unë mendoj që Maroku duhet fitojë bindshëm. Kanada ka ekip interesant, ka ekip me sfush sulmi, ka të zhdërvjellta, los para publiku tyre, se los në Amerikë tani e këto gjithsesi, po që dje ndërkohë ka ndodhur një rrëmujë e madhe me ndeshjen e Anglisë me Meksikën. FIFA, duke qenë se për shkak të motit që parashikohet nesër në orët e para të mëngjesit që të jetë stuhi në Meksik, vendosi që ta afrojë ndeshjen për të luajtur sot me orën europiane në orën 6. Por nuk e zyrtarizoi si ndeshje. Tha që mund të jetë kjo mundësi. U ngritën të dy federatat, edhe ajo angleze, edhe ajo meksikane, dhe nuk ishin dakord me vendimin. Ka të bëjë drejtë televizive, negociatave edhe oraret. Shumë gjëra tjera që ndodhen, ata vendosën që mos ta shtyjnë ndeshjen. Po një gjë e tillë ndodhi në botror në 2026, pra ti ta afrosh ndeshjen, pastaj jo të kthehesh prap, jo, po nuk do ta afrojmë, do ta lëmë aty ku ishte. Ky rekord do bëj ato rekord. Ky botror do bëj rekordet e këtyre e pa anomalive. Dhe anglezët dje u çmendën se s'dinin çfarë ore do luhet ndeshja.
Gjithsesi po fati stuhi nuk kanë ku luajnë. Se nuk do të shtyhet ndeshja, s'ka çfarë bën. Po që ti ta bësh një veprim përpara. Përpara jo, as pak e çuditshme. Përveç sajt orarit, një problem tjetër tani për Anglinë që ka fakti që ata nga Amerika do shkojnë në Meksik, po Meksik është më lart niveli i stadiumit, duket është 2000 metra, diçka mbi nivelin e detit. Është ajo frymarrja. Thomas Tuchel dje kishte thënë që nuk mjaftojnë 3 ditë për të ambientuar me këto lartësi dhe për të luajtur një ndeshje futbolli. Po. Që është një polemik tjetër që hapet tani me ndeshjet që po luhen njëra në një lartësi ndryshe, tjetra në lartësi ndryshe, lëvizjet që po bëjnë, duke sigurisht anglezët kanë filluar pak të trëmben nga pa diskutim nga vizita që do bëjnë atje. Dhe shiko që vazhdon të luajnë në shtëpi dhe shiko se çfarë kishin bërë. Është një keqe nga gjitha, ata meksikanët kur luajtej Meksika me Ekuadorin, i shkuan Ekuadorit te hoteli kanë dhe provuan të shqetësonin gjithë natën që ata atmosferin eliminatore ato bëjnë presion anglezët provuan që mos tregojnë se ku është hoteli. Po ata do ta zbulonin. Po anglezët bën një lëvizje tjetër, po. Ka dhe loja shkurtër. Rezervuan 15 hotele që të shpërndanin gjithë tifozët e Meksikës. Sa të gjendej deri fundi do fitonin kohë. Po, por thonë që ke hoteli që do rri vërtet, aty kanë bërë një lloj rrethimi, një kordon, po shumë larg hotelit që mos t'i lënë të afrohen që të mos shqetësohen anglezët paktën përpara ndeshjes. Do mundohen gjithë ata aspirojnë tani Meksika është janë ekipi vetëm bashkë me Spanjën që nuk kanë mësuar gol. Zakonisht është gjithë shteti tani, gjithë populli në ndihmë të kombëtarës për ta kaluar këtë duel. Është, nuk e di, ndeshja e shekullit mund të jetë për ata. Kjo përballje që kanë me Anglinë. Kanë që nga 86-ta që kaluan atëherë kanë pasur një ekip të bukur në 86-tën. Mirë ata që do rezistojnë ta shohin ndeshjen nesër, se unë për shkak do isha shumë dakord që ta afrojnë ndeshjen në orën 6. Jo, shumë e rrezikshme ti je pjesë e tifozërisë. Po do ishte ora 1 e drekës mos gaboj në i bie në orën 3. Tani është në orën 2 ndeshja. Në orën 2. Më të merr, që kanë Chicago. Ndeshjen e fundit që kaloi Meksika në fakt u zhvillon në 2 natës ndeshja. Ndodhi dhe një tragjedi sepse tifozëria është shumë e zjarrt, janë shumë edhe morën humbën jetën 2 persona, një gos 19 vjeçar dhe një burr 44 vjeçar për asfisi sepse nuk merrshin frymë në mes të turmës. Po peça turmë ishte. Me vërtet është kjo pjesë e tifozërisë. Janë çikë dhunshëm ashtu, këto janë çik kriminalitet ka gjithandaj Meksika është çik problematike, është vend shumë i bukur, shumë i. Nga ana tjetër më ka dalë si një challenge që po bajnë gocat meksikane. Kanë si challenge me puth sa më shumë tifoz të ekipeve kundërshtare. Më kanë dalë video që dalin gocat e meksikane për të puthur, jo po japonez. Do të tregojnë ato me hospitalitetin edhe. Kush puth më shumë? A kuptoni se çfarë po ndodh andej, domethënë janë shumë të habitshme. Puthin faqe besoj. Jo, puthin. I kemi këtu me dokumenta, i kam pasur. Dokumenta. Challenge të reja. Ti shohim pak dhe ndeshjet e tjera? Po, patjetër. Sot pra tham do luhet Kanadaja me Marokun dhe Paraguay me Francën. Besoj ju jeni më shumë Marok, Francë që kalojnë përpara. Me shumë mundësi tani. Nuk besoni që mund të ketë surpriza. Botrori ka çdo gjë të fshehur, po që imagjinoni. Logjika e fortë të çonte këto dy. Edhe vazhdimësia e Marokut. Maroku mundet bëjnë një çudi, po Franca është e mbyllur për mua. Nuk më frikson Marok, domethënë nuk më frikson Kanada. Ka frikën e barazimeve, çojë shtesë, penalltive, kjo mund të jetë dilema këtu. Maroku ka një ekip që unë nuk e di, jam impresionuar. Jam impresionuar si nga elementet, si nga loja në ekip, si nga kur vin me ekipet mëdha nuk ka as frikë, as ka një konfidencë këto sikur ka kaq vjet që merr pjesë edhe në Europian dhe në botror që nuk e di, më ka impresionuar për mirë, është një ekip që i ka fituar çdo gjë, këto ne ka fituar me respekt. Shiko, Maroku me Hollandën pati pak fat, pati golin e shënuar në momentet e fundit, ë. Diskutohet që do të përveç penaltive, po ai momenti i fundit Hollanda kishte ndeshjen kontroll, e lëshoi atë moment, por kalimi i tureve të jep një lloj force tjetër. Pa diskutim. Kështu që fakti që ata kanë kaluar Hollandën marrë më shumë besim. Maroku për mua i mungon. Dhe me Kanadanë kanë të arritshme besoj. Ajo që ne flasim për Zvicrën për shkak që Zvicra ka kaq vjet që investon, bën edhe ka një ekip konstant. Ajo na mungon edhe ne si shqiptarë. Atë ka Gjermania, e kanë krijuar me vite Italia dikur që lozin kanë ekip të mirë shumë, kanë ekip, kanë një mënyrë fikse. Ose si Kroacia për shkak, ka një lloj. Unë për shembull nuk e pritja që të luante aq mirë me Portugalinë. Kishte crescendo, gjithë ndeshjet e fundit ka pas crescendo. Në ngritje këto na impresionoi, mua më erdhi shumë keq me Portugalinë, më erdhi shumë keq që u eliminuan edhe në atë farë mënyre ashtu, pa drejtësi, pa me ato artificat që kanë futur ta me ato topat, nuk e di çfarë ndodh, po që Kroacia të paktën shkuar në penalti, pastaj ta fitonte kush ta meritonte. Kështu që goli ishte gol.
Goli i fundit. Për mua i atyre, për mua ishte gol. Për mua ishte gol i rregullt. Ishte gol i rregullt. Goli me atë, me topin. Goli ishte i rregullt. Nuk e vërteton dot kur ti. Nuk e vërteton. Edhe vetë lojtari Matanovic tha mbas ndeshjes që kam një dyshim që mund ta kem prekur. Domethënë ai deri diku tregua pak i sinqert për momentin. Shiko, kur mbaron ndeshja ti mundohesh që të futesh në histori me një deklaratë, po që një nga specialistët kishte thënë, me që topi ka çipa dhe ato. Ti nuk duhet ta japësh cilësimin në VAR për offside-in. Ti duhet të japësh të parën këtë, me që po diskutojnë që çipi jep sinjal. Çipi s'ka dhënë asnjë sinjal. Po ti jep çipi i topit sinjal për flokun, do ishte ajo e para që do të vinte. Pastaj offside-i ose dyshime ka për këtë lloj teknologjie, sepse thon pse era nuk jep, domthon forca e erës nuk jep atë lëvizjen dhe jep forca e flokut, ku diun s'është, po prap derisa është bërë një marrëveshje për të pranuar ky lloj rregullore, ti duhet ta pranosh këtë që ne nuk duam që teknologjia të shkojë deri në këto limite, po s'kishte evidentim si problemi i orës ku bëhet goli, që ajo po se dha ajo ti do të shkosh në VAR. Doli poshtë në atë që si ajo eko e topit që lëvizja ajo. Atë diskutojnë gjithë specialistët që ai është trukim. Ai aty është trukimi. Ti ka qenë trukimi. Tani në krahun e Francës janë bërë disa parashikime, pra në krahun të rrugtimit, po, me që janë këto ndeshje para që fillojnë sot. Dhe thuhet që Franca shkon në finale ka 39% mundësi që Franca ja del, dhe është një përqindje relativisht e lartë. Që Spanja shkon në finale ka 24% mundësi. Skuadra e dytë, që Maroku shkon në finale për Spanjën, po. E lartë. Se ka qenë ndeshjen e parë direkt goditjen me Portugalinë. Maroku dhe Portugalia kanë një përqindje të përbashkët, 11% që ja dalin të shkojnë në finale. Pastaj vin me radhë Belgjika, Amerika, Kanada e Paraguay ka 2%. Po. Paraguay dhe Kanada janë dy skuadra që nga ky krah kanë më pak përqindje për të avancuar përpara në finale. Paraguay sot është i mbyllur me Francën, po që gjithë sikleti është tek Spanjë, Portugali. Spanjë, Portugali, Maroku sot do shikohet. Ajo do jetë ndeshja më e fortë ndoshta këtyre. Është finale ose gjysmëfinale e parakoshme. Nuk duhet, ishte gabimi, shpjegova edhe çfarë. Me Kolumbinë, ndeshja me Kolumbinë duhet Portugalia nëse duhet deklaronte që ishte për kampion botës si vjet, ishte ajo fitore. Duhet kapte vendin e parë në grup që të kalonte nga grupi i Zvicrës edhe i Brazilit i këtyre. Ktu i kishte shanset për të dalë finale. Thjesht. Livia, një informacion dhe pastaj shkojmë pak në publicitet. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është shumë më thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com.al nga celulari yt, në kategorinë Bli online, zgjidh siguracionin që do, pronë, shëndet ose makinë, plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju. Falenderojmë Atlantik dhe tani shkojmë në publicitet. Kur kthehemi do flasim pak dhe merkaton, se janë disa lojtarë mbi 100 milion euro që janë shitur gjatë këtyre ditëve botërore. Livia na jep informacionin e ditës. Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Birra nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar. Përfitoni nga super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë. Okej, falenderojmë Sparin për këtë. Ndërkohë, anglezët vazhdojnë të merren me këtë çështjen e lartësisë. Edhe kanë bërë një renditje të lartësive sipas tyre. Edhe thonë, lojtari më i gjatë në kombëtarin anglisë, por dhe në gjithë Premier League është Dan Burn, 2 metra e 1 centimetër. Wow. Edhe shkojnë në ngjitje tani. Fusha e futbollit në lartësinë më të madhe në Angli është në kuotën 168 metra dhe është një fushë në Londër, në Heathorne, thot. Heathrow. Po. Jo, Heathrow është aeroporti, është një zonë aty afër, po. Ndërtesa më e lartë në gjithë Britaninë është The Shard, është një ndërtesë e gjatë që është 309 metra, thot. Pastaj vazhdon. Lartësia më e lartë që ka luajtur Anglia është në Atlanta, në ndeshjen e fundit që zhvilluan, në kuotën e 320 metrave. Tregojnë disfavore të tyre. Të pranueshme, po. I rreshtojnë. Burj Khalifa është ndërtesa më e lartë në botë, thotë, dhe është 828 metra. Ben Nevis është mali më i lartë në Britaninë e Madhe dhe është 1345 metra. Po, dhe shkojnë. Niveli më i ulët i reve është rreth 2000 metra, thot. Pastaj thot stadiumi Azteca dhe aty shkon Maja është 2240 metra në lartësi.
Dhe në këtë lartësi thot do jetë shumë e vështirë për lojtarët anglezë që të luajnë sepse do kenë marrje fryme, nuk do mbushen dot me frymë dhe me oksigjen. Kështu që është niveli më i lartë i vështirësisë që ndonjëherë kombëtarë angleze luan në këtë periudhë të kombëtarës tyre. Do t'u jap një këshill anglezëve që mos merren fare me këto me ankesa, se këto janë historike, kanë filluar që te Bolivia, që ka lartësirat më të mëdha, ato duhet futen në ndeshje dhe duhet fitojnë nëse duan të aspirojnë për të bërë kampion bote. Doni thonë diçka për Vozinjën, thatë? Kishte një deklaratë që kishte për Vozinjën. Jo, thjesht nga mua e shikoj si fenomenin e këtij botrori, këtë edhe për klikimet i ka fituar, është treguar snaf, është treguar sniper për ato dhe në fush, sado që është me një ekip inferior, ka dhënë maksimumin që se kanë dhënë portierët të tjerë, që janë fitues edhe në Europë. Vozinja ka marrë shtys edhe në Instagram, edhe në Facebook, edhe në gjitha, në fjalë ka shfrytzuar këtë botror vetëm për imazhin e tij. Pavarësisht se ka marrë lëvdata nga gjithë, edhe nga Messi dje që është takuar e këto, kështu që e shikoj si një lojtar, si hero kombëtar, në atë vendin e tyre të vogël është hero kombëtar, edhe ashtu do pritet mendoj. Ashtu i tha dhe Messi që populli të jetë shumë krenar për ato. Pa diskutim. Ju thash pak më parë për lojtarët që vlejnë 100 milion. Jo të gjithë janë pjesë e botrorit, jo të gjithë kanë lëvizur, por ja ti përmend disa prej tyre. Tonali për shembull, futbollisti i kombëtarës Dalis, kaloi tek Newcastle me një vlerë mbi 100 milion nga Newcastle tek Tottenhami, me një vlerë mbi 100 milion euro. Lëvizja e parë e kësaj merkato. Është projekti i Dezerbit. I dyti që lëvizi ishte Elliot Anderson, mesfushori i Anglisë, i cili shkoi tek Manchester City për 135 milion euro. Një shumë maramëndse për një mesfushor. Ishte projekti i Guardiolës edhe nga mbajtëresë Maresca. Është lojtar shumë i rëndësishëm për numri 6 para mbrojtja, me fjalë mesfusha e Anglisë. Edhe për City është një vend që Rodri s'po e mbush akoma dhe partnerin e tij dyshe që nuk po e gjen dot. Kështu që forcohet City në këtë aspekt. Pa diskutim që forcohet. Tjetër futbollist që ka kaluar nivelin e 100 milion eurove është Fernandes i West Hamit. Nga West Hami shkoi drejt Tottenhamit. Pa Tottenhami blindohet mirë në mesfush me Tonali dhe Fernandes. Është 86 milion sterlina, apo diçka rreth 103 milion. Zbulimi i Premier Ligës si vjet. Filloi më dobët Mateus Fernandes, një portugez por që nuk është në kombëtare këtë vit. Ai është po marr mend në ndeshjen me Arsenalin që ka ndeshje vendimtare, ai që nuk shënoi golin, që shmangu atë dhe priti portierin në fund. Jo, e kam parasysh lojtar. Ishte 0-0 ndeshja, minutë 80 e ca, diçka. Pas atij rasti bëri gol Arsenali 0-1 lozin në Londër atë ndeshje. Janë disa lojtarë tjerë që po mendohet se mund të shiten, po që vlera e tyre është mbi 100 milion. Por është Alvarez. I Argentinës që pret Barcelona ka bërë ofertën. Edhe ai dëshira e tij ishte Barcelona. Edhe dëshira e tij thonë që ka blerë dhe shtëpinë, e ka bërë gati domethënë shtëpinë në Barcelonë të shkuar Julian Alvarez. Është kod, vetëm do diskutojnë çështje shifrash për shitjen. Tjetër futbollist që mund ta kalojë 100 milion që këtë verë është Olize. I cili flitet se mund të shkojë drejt Real Madrid. Sa do ka intriga unë se shikoj televizin nga Bayern Muniu janë shumë të vështirë. Vlera e tij është nga 120 në 140 milion euro. Jo, është gati 220 ca, 223. Kjo të paktën është janë ofruar nga Parisi dhe Reali, kanë ofruar të dy, apo Bayerni është stoik, nuk lëviz. Unë e shikoj të vështirë shumë. Një tjetër futbollist që mendohet që mund t'i kalojë kuotën e 100 milionëve është Diomande i Leipzigut. I Leipzigut dhe i bregut të Filtisht, që mund të lëvizë drejt Parisit. Shikoj te Parisi, për mua është mbyllur. Ku do luajnë Paris gjithë? Sa aty është Kvaratskhelia, është Barcola, është Doué. Me syrin tim shikoj këtë krahun e majt. Jo është Kvaratskhelia zvendësuesin e tij që ishte me kombëtaren tani. Doué. Barcola mendohet që do mund të lëvizi. Barcola. Ky duhet lozi bashkë, do marrë eksperiencë nga Kvaratskhelia. Shtatë që janë përzgjedhur nga mediat është Boadi i Marokut. Edhe ai thuhet që ka një vlerë kartoni edhe Barcelona mbi 100 milion euro. Lojtari Lilës, mjaftun 3-4 ndeshje në botror. Pastaj janë klube angleze, është futur në lojë edhe Reali edhe Barcelona. Ai djalë është në formë. Nuk do të çudi që të futet edhe një futbollist tjetër ti kaloj këto 100 milionë se është bërë tani 100 milionë që diçka normale fare. Shiko, unë tregun e njoh mirë dhe ky treg që po ndodh tani që ti evidentove është shumë i dobët. Për mua është gati 10%. Me mbarimin e botrorit do fillojë çdo gjë, thua lëvizje po bën tani janë
janë të vogla, po sa mbaroj botrori do filloj do shpërthej më fort. Botrori presin të gjithë se tani nuk janë të as menaxherët nuk janë të aftë që të ulen aty as lojtarët, duhet mbaroj një botrori. Kështu që Milani që bleu 70 milion Gonçalo Ramos ka bërë një marrëveshje të suksesshme duke parë këto çmimet e tjera që po. Shifrat e Milani shikoj dhe se është lojtar që nuk është evidentuar tamam. 70 milionë shumë. Çka është jashtëzakonshme. 70 milionë duhet merrte një lojtar për shkakun si në vendin e Modrić, një regjisor, te goli pa diskutim që është shumë i rëndësishëm te Milani, po të blesh një lojtar pa mbushur akoma ekipin, nuk e di. Mase i del për mirë, po Ramosin ne nuk e kemi parë dhe mirë, në kuptimin të ketë pas volum, edhe Parisi ka gjithmonë në stol. Quhet me atë teorinë që është dyer fituesi i Champions League-s, po s'është janë meritat e tij 100%. Megjithatë, e uroj Milani që t'i dali për pozitivisht. Livia? Jam interese që atë uroj Milani. Mirë, s'ka gjë, ne kemi. Ti kishe diçka me trajnerëve që janë shkarkuar nga ky botror. Këtë vit botrori ka ba shumë viktima për pjesën e trajnerëve. Normale është kur një skuadër mundet, një projekt mbyllet dhe është normale që të largohen. Po i fundi që u largua për shembull ishte Nagelsmann i Gjermanisë, që bëri një marrëveshje me federatën gjermane, ata i thanë pranon 7 milionë euro për prishur kontratën. Edhe mbyllet sepse u zbuluan aty gjëra që nuk kishin funksionuar dhe mund të shkoj Klopp tani të çojmë në ditët. Lexojmë me shpejtësi dhe pastaj të shkojmë drejt mbylljes. Kemi. Jepi. Nagelsmann që sapo e tham, Bielsa në Uruguay, Lamushi i Tunizis ishte i pari që u largua. Ndeshjes e parë, madje është normal se s'ka bërë vaki kur që ikin nga botrori. Clark të Skocisë. Po Clark dha dorëçi ndaj se pritej më shumë nga Skocia këtë botror, që të kalonte grupin të paktën. Bekaçeçi te Ekuadori, ai që vrapoi. Po fituan me Gjermaninë që vrapoi të puthe gruan dhe familja. Gjithë grupi atyre ai ishte më pozitiv dhe fitore me fjalë se ka të hapur karrierën për pozitivisht. Flokët ishte i veçantë. Po fiks. Pastaj kemi Koeman. Po i Hollandës edhe ai projekti mbaruar. Kobek të Çekisë edhe Çekia pritej më shumë këtë vit. Pastaj kemi atë të Koreas. Po atë mbytën të shkret. Po ai ka është nuk e ndalojnë të futet tani. Ka kaluar kur po ishte një dështim i papritur. Megjithatë kaç kemi. Jo, po kaç kemi. Falenderojmë Livian, falenderojmë avokat Arianin për sot. Këto ishin informacionet e botrorit për sot. Do të shihemi përsëri dhe do dëgjohemi ditën e hënë në orën 14 këtu në Paso Mondial.